Unë jam Flamur Shala nga firma Focus Strategi GmbH në Grendel 19 apo Grendel Strasse 19 në Lucern dhe japim mësim online në matematik. E kem ditën e prante 2 dhe jem të kombinacionet pa përsëritje. Do thot në këtë javë dhe në javën e kaluar kam punu me statistikën, por dhe pak nga qëllimi është do thot në deri në fund vitit, pak a shumë me kriju një librari të matematikës, ku I gjeni do thot për çdo pyetje të cilën e keni, pak a shumë një përgjigje. Dhe thjesht edhe unë pak më ndryshu pak drejtimin. Do vazhdoj me statistikë, statistika është më e madhe, do futem dhe më thellë në statistikë. Por ndërkohë do vazhdojmë pak me kombinacion pa përsëritje. Për momentin e kam brejtë se titujt nuk janë në rregull, e kam shkruar, do thotë në playlistën kombinacion, e kam shkruar kombinacion me përsëritje, në fakt është kombinacion pa përsëritje. Po mirë. Do e korrigjoj ndërkohë. Filloj me 7 elemente dhe një pozit. Do thotë kemi këtu A, B, C, D, E, F, 7, G. Kemi këtu 7 shkronja, A, B, C, apo elemente, mund me qenë ndonjë shaj, mund me qenë numra, pak rëndësi. A, B, C, D, E, F, G, dhe kemi një pozit, vetëm një. Sa konstelacione mund me nxjerr nga, do të thotë, këto 7 elemente dhe një pozit. A është një. Nëse kemi vetëm një pozit, B mund me qenë tjetra. C tjetra. D, E, F dhe G. Do thotë këto janë të gjitha konstelacionet. Në rastin do thotë ku e kem vetëm një pozit, në fakt ne nuk mund të dim nëse është variacion apo kombinacion, sepse rezultojnë në të njëjtën. Do thotë I kem së pari kem më pak pozita se sa elemente, pra nuk mund me qenë permutacion, po është variacion ose kombinacion. Dhe së dyti, do thotë pasi është vetëm një pozit, dhe thotë dallimi aty e kem dallimin se të do thotë dallimin të një këtë nuk e shohim. Pastaj kur shkojmë te 2 elemente, 3, 4 elemente, aty e shohim pastaj dhe diferencën mes variacionit dhe kombinacionit. Mirë. Për tjetër qysh po e përdorim këtë formulën, thjesht me pa se formula është korrekt. Dhe kemi këtu 7, fakultet multiplikuar me 7 minus sa pozita 1, fakultet multiplikuar me 1 fakultet, dhe kjo rezulton në 7 fakultet pjesë 2 për 6 fakultet herë 1 fakultet, dhe kjo është barazi me 7 herë 6 fakultet pjesë 2 për 6 fakultet herë 1 fakultet, dhe kjo është 7 pjesë 2 për 1 fakultet, apo 7 pjesë 2 për 1, dhe kjo rezulton në 7. Dhe kemi këtu 7 konstelacione, kjo është e vërtetë. Mirë.